Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë me ju disa konkluzione, disa hamendësime, disa imagjinata që në fakt publiku shqiptar ka krijuar dhe po i sjellën në vëmendje. Do të ndalojmë tek Egli dhe Xheneta, do të ndalojmë tek Gjesti, disa thonë që Egli vrapon pas Gjestit, disa thonë Xheneta vrapon pas Gjestit, por Gjesti nuk vrapon pas asnjërës. Çfarë po ndodhen me këtë trio? Pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, marrëdhëniet e Gjestit me dy banuese të tjera, njëra në Kosovë, tjetra në Shqipëri, Egli dhe Xheneta, kanë qenë në qendër të vëmendjes. Në këtë analizë do të krahasojmë sjelljet e Gjestit pas daljes si fitues dhe do të shqyrtojmë mundësinë e krijimit të një çifti me secilën prej tyre, duke u mbështetur në të mirat dhe të këqijat e mundshme. Pas fitores në Big Brother VIP Albania 4, Gjesti ka shfaqur një qëndrim më të matur dhe më të reflektuar. Një moment kyç ka qenë kërkesa e tij për falje ndaj Eglit, gjatë një darke sqaruese, ku ai e pranoi se nuk kishte qenë i drejtë dhe falenderoi për mbështetjen që i kishte dhënë gjatë qëndrimit në shtëpi. Ky veprim tregon një pjekuri emocionale dhe një dëshirë për të riparuar marrëdhëniet e prishura. Nga ana tjetër, Gjesti ka pasur edhe momente tensioni me banorë të tjerë, si përplasja e tij me Gertën, ku ai e kujtoi se një 24 vjeçar e kishte nxjerrë më herët nga gara, duke i thënë ti ke qenë jashtë, ne të kemi kthyer. Hyri një 24 vjeçar dhe të nxori jashtë, apo të djeg provokimi, me ty e kam kryer. Ky reagim tregon një natyrë të drejtë për drejtë dhe ndonjëherë të ashpër. Tani, do rrahin zemrat. Do bëjmë një krahasim. Gjesti dhe Egli. Të mirat edhe të këqijat. Të mirat i kanë këto: kimi e fortë. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Gjesti dhe Egli kanë ndarë momente të veçanta dhe kanë krijuar lidhje të ngushta. Mbështetje emocionale. Egli ka qenë një mbështetje e madhe për Gjestin dhe ai e ka vlerësuar këtë gjatë bisedës së tyre pas daljes, dhe më pas kemi reflektim dhe maturi. Kërkesa e Gjestit për falje tregon një dëshirë për të riparuar marrëdhëniet dhe për të ecur përpara. Tani këto janë të mirat të këtij çifti. Kjo është e mira që këto të dy mund t'i lidhë, domethënë mund të bashkojë energjinë e këtyre, mund të bëhet një magnet i bukur në zemër që do të ngjitet dhe nuk do shqitet, Por çka kanë të këqija këto? Tensionet e kaluara. Gjatë lojës ka pasur momente tensioni mes tyre, si diskutimet e ashpra që mund të kenë lënë gjurmë, dhe pasiguria e ndjenjave. Edhe pse ka pasur një lidhje të ngushtë, nuk është e qartë nëse ndjenjat e tyre janë të mjaftueshme për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme jashtë shtëpisë. Domethënë janë këto pikpyetjet në këtë mes se çfarë mund të ndodhë mes tyre të dyve. Tani, çfarë ka të mirë Gjesti dhe çfarë ka të mirë Xheneta për të qenë së bashku? Të mirat i kanë afërsia fizike. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Gjesti dhe Xheneta kanë shfaqur afërsi fizike dhe shkëmbyer puthjen e parë në një moment romantik. Okej, këtë lloj afërsie besoj që Gjesti e ka patur edhe me Eglin. Ai në një farë mënyrë ishte i mvarur nga këto dashuriçkat që bëshin brenda në shtëpi. Kimi e natyrshme. Ata kanë kaluar shumë kohë së bashku duke krijuar një lidhje të ngrohtë dhe të natyrshme. Dhe më pas mbështetje ndërsjell. Xheneta ka qenë një mbështetje për Gjestin dhe ai ka shprehur vlerësim për këtë. Jo, nuk ka qenë. Ktu është gabim kjo, nga që nuk ka qenë një mbështetje, përkundrazi Xheneta ka luftuar me Gjestin brenda Big Brother Kosovës, ju e dini shumë bukur. Unë mendoj që Egli ka qenë më mbështetje për Gjestin. Egli të paktën nuk e ka patur atë kthes, nuk e ka patur atë sjellje, nuk e ka patur atë kulturë, ka qenë më e vëmendshme, ka qenë më e kulturuar, ka qenë më e mirë në aspektin femëror. Por edhe Xheneta i ka pasur ato të vetat, por kanë qenë dy nuba, domethënë kanë qenë dy kalamaj të lezetshëm. Tani çka kanë pasur të këqijat? Pasiguria e ndjenjave. Ndryshe nga marrëdhënia me Eglin, lidhja me Xhenetën mund të jetë më e re dhe më e pasigurt. Dhe nga qenë më e pasigurt në atë kohë, sepse edhe Gjesti nuk ishte ky Gjesti që është sot. Mungesa e thellësisë emocionale, nuk ka pasur ende një bisedë të thellë dhe të sinqertë për ndjenjat e tyre, gjë që mund të jetë e rëndësishme për një marrëdhënie të qëndrueshme. Tani ato bisedën të dy e patën në dhomën e kuqe, kur atëherës vllau i madh i mbylli dhe Xheneta që tregonte që ishte shumë i nxehtë, më prekte, më puthi, më përqafoi, nxehtësinë e tij nuk e haroi dot, vetëm më puthte, ishte i etur për puthje, e kishte marrë malli e gjëra të këtilla. Tashi, do të bëjmë edhe një parashikim të mundshëm,
Nëse Gjesti dhe Egli vazhdojnë të punojnë në riparimin e marrëdhënies së tyre dhe të adresojnë tensionet e kaluara, ka mundësi që ata të krijojnë një çift të qëndrueshëm. Ndërkohë lidhja me Xhenetën, megjithse ka filluar me nota pozitive, mund të kërkojë më shumë kohë dhe komunikim për të zhvilluar një marrëdhënie të qëndrueshme. Në fund, gjithçka varet nga gatshmëria e të dy palëve për të investuar në marrëdhënien e tyre dhe për të adresuar sfidat që mund të lindin. Domethënë Gjesti dhe Egli apo Gjesti dhe Xheneta, pa marrë parasysh se kush do të jetë lidhja. Unë nuk e besoj që lidhja do të jetë Gjesti dhe Xheneta. Unë besoj gjithmonë në këtë që Gjesti dhe Egli japin shumë kohë dhe vlerë njëri tjetrit dhe japin shumë emocion, dhe mendoj që ky do të jetë një moment shumë i bukur dhe një moment i cili do të duartrokitet nga publiku, sepse publiku e do Gjestin dhe Eglin nga që kanë vlerësuar mirësinë shpirtërore që Egli ka shfaqur ndaj Gjestit.